Ishte e gjunjëzuar në altar, e veshur me fustan të bardhë, kur dëgjoi fjalët që ja coptuan jetën. Nuk mund të martohem me një grua që nuk do të më jap trashëgimtar. Dhe aty, përpara të gjithëve, ai e braktisi. Por ajo nuk e dinte se një burr në fund të kishës ishte gati të ndryshonte gjithçka me vetëm një fjali. Unë kam 7 fëmijë. Eja me mua. Ishte një kohë premtimesh të vullosura brenda familjeve, kur martesat vendoseshin që në fëmijëri dhe gratë rriteshin duke u përgatitur për një fat të vetëm, t'i shërbenin burrit që u ishte caktuar. Amlia u rrit duke ditur se do të martohej me Lcio, kushëririn e saj, një burr që kishte trashëguar toka të mëdha me kallam sheqeri dhe bagëti. Premtimi ishte bërë kur të dy ishin ende fëmijë, por Amlia e mori seriozisht gjithë jetën. Ajo mësoi të qëndiste çarçafët më të hollë, të përgatiste ëmbëlsira të kristalizuara, të drejtonte një shtëpi me saktësinë e dikujt që e di se do të gjykohet për çdo detaj. Nëna i mësoi se një grua e mirë vlen sa ari, dhe Amlia donte të ishte e denjë për atë familje me pasuri. Lcio ishte ndryshe. Ai u rrit duke ditur se do t'i kishte të gjitha, përfshirë një nuse të premtuar. Nuk tregoi kur dashuri për Amlian, por as nuk tha se nuk do të martohej. Ai thjesht ekzistonte në jetën e saj si një siguri e largët, një e ardhme që afrohej ngadalë. Kur erdhi koha për të zyrtarizuar fejesën, familjet u mblodhen në kishë për ceremoninë e bekimit. Amlia veshi robën që nëna i kishte qepur me aq kujdes, një fustan me pëllur të hapur dhe dantela në mëngë. Flokët i kishte të mbledhura në një topuz elegant dhe mbante një ruzare me perla që i përkiste gjyshes. Ishte nervoze, por edhe plot shpresë. Më në fund, jeta e saj do të fillonte. Kisha ishte plot. 2 familjet zinin bankat e para dhe disa njerëz të komunitetit rinin në fund, të etur për të dëshmuar bashkimin e 2 shtëpive të rëndësishme të krahinës. Prifti priste në altar. Amlia hyri nga dera kryesore, e shoqëruar nga Jati, i cili e çoi me krenari deri përpara. Lcio qëndronte aty, serioz, me kostum të errët dhe shikim të fiksuar diku larg. Kur Amlia u gjunjëzua pranë tij, zemra i rrahu fort. Ishte e vërtet, po ndodhte. Atëherë prifti bëri pyetjen tradicionale: a e pranoni Amlian si bashkëshorte për ta dashur dhe respektuar gjithë jetën? Heshtja që pasoi ishte e gjatë dhe e rëndë. Njerëzit u lëvizën të parehatshëm. Babai i Amlias rudhi ballin. Pastaj Lcio foli me zë të lartë që ta dëgjonin të gjithë. Nuk mund të pranoj. Fjalët jehuan në kishë si bubullim. Ai e pa për herë të parë atë ditë, pa ngrohtësi, vetëm me vendosmëri. Prifti u trondit dhe u përpoq të ndërhynte. Por Lcio u ngrit, rregulloi xhaketën dhe tha se nuk mund të martohej me një grua që nuk do t'i jepte trashëgimtar. Ai pretendoi se mjeku i qytetit kishte thënë se Amlia nuk mund të kishte fëmijë dhe se nuk mund të rrezikonte të ardhmen e familjes. Heshtja u bë e padurueshme. Amlia ndjeu sikur toka i u hoq nën këmbë. Njerëzit filluan të murmuritnin me keqardhje dhe gjykim. Nëna lëshoi një rënkim, babai u zbardh dhe Lcio u largua duke e lënë të gjunjëzuar, të shkatëruar. Lotët i ranë mbi fustan. Me ndihmën e nënës u ngrit dhe doli nga kisha, duke u ndier si gruaja e refuzuar, ajo që nuk vlente. U ul jashtë, nën hijen e pemëve, duke dridhur nga turpi dhe dhimbja. Atëherë dëgjoi hapa. Një burr i panjohur, i gjatë, me fytyrë të punuar nga dielli, ju afrua me një shikim të butë. Ai u prezantua si Vicente, një fermer nga përtej lumit, i vedhe me 7 fëmijë. I tregoi se ajo që kishte bërë Lcio ishte mizore dhe e padrejtë. Ai shpjegoi se historia e mjekut ishte gënjeshtër, një justifikim për të fshehur frikën dhe krenarinë e tij. Amlia ndjeu zemërim, por edhe një lehtësim të hidhur. Vicente i ofroi një shtëpi, respekt dhe një qëllim. Ai i tha se fëmijët e tij kishin nevojë për një nënë dhe se ajo meritonte një jetë me dinjitet. Nuk ishte një martesë e zakonshme, por një ftesë për të ndërtuar një familje mbi nder dhe kujdes. Amlia e pa kishën, rrugën drejt shtëpisë së prindërve dhe më pas sytë e sinqert të burrit. Ajo pranoi. Pa marrë asgjë tjetër veç fustanit dhe ruzares së gjyshes, u nis me të drejtë një jetë të panjohur, ku shpresa dhe respekti do të ishin themelet e reja të fatit të saj. Zhurma e karrocës u dëgjua në obor. Ishin 7, pikërisht siç kishte thënë Vicente. Klara, më e madhja, u ndal në mes të shtegut kur pa Amlian duke zbritur. Ishte një vajzë serioze, me flokët të lidhur bisht dhe me përparse të njollosur nga mielli. Binjakët, Paulo dhe Pedro, shtyeshin për të parë më mirë të ftuarën.
Rosa u fsheh pas Klarës. Migueli, një djalë rreth moshës 11 vjeç, vrenti ballin me dyshim. Ana filloi të qante pa ndonjë arsye të dukshme dhe të vegjëlit Toms dhe Isabel vrapuan te ati duke kërkuar krah. Fëmi, kjo është Amlia, njoftoi Vicente duke marrë Isabelin në krah. Ajo do të jetoj me ne dhe do të kujdeset për ju. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Klara foli e para me një zë të ftohtë. Ne nuk kemi nevojë për askën që të kujdeset për ne. Unë ja dal. Vicente pshertiu. Klara, je shumë e re për të mbajtur kaq shumë peshë. Amlia erdhi për të ndihmuar, jo për të zëvendësuar askën. Vajza nuk u përgjigj, vetëm u kthye dhe hyri në shtëpi. Të tjerët e ndoqën duke e lënë Amlian vetëm me Vicente në obor. Ajo do të ketë nevojë për kohë, tha ai, duke kaluar dorën nëpër flokë. Të gjithë do të kenë. E humbën nënën në mënyrë të dhimbshme dhe ende po mësojnë të jetojnë me këtë dhimbje. Amlia e ndjeu. E kuptonte dhimbjen sepse sapo kishte provuar të sajën. Do t'ju tregoj shtëpinë, ofroi Vicente dhe ajo e ndoqi nga dera kryesore. Brenda ishte çuditërisht e rregullt për një shtëpi plot fëmijë. Dhoma kishte mobilje të thjeshta, por të ruajtura, një divan druri me jastëk të qepur me dorë, një tavolinë të madhe ku mund të uleshin të gjithë dhe një sopë druri që ende nxirrte tym. Klara ishte aty duke përzier një tenxhere me lëvizje të ashpra. Po përgatis darkën, tha pa i parë. Fasule me miell dhe pak mish që kishte mbetur nga dreka. Vicente i preku supin me butësi. Faleminderit, bi. Amlia mund të të ndihmoj nëse do. Klara më në fund e pa Amlian dhe ajo që pa në sytë e saj ishte frikë. Frikë se mos zëvendësoj, frikë se mos humbiste kontrollin e pakët që kishte. A mund të laj enët ndërsa ti mbaron gatimin, ofroi Amlia me zë të butë. Nuk donte të pushtonte, donte të ndihmonte. Klara hezitoi, pastaj tregoi një kovë me pjata të pista në cep. Aty Amlia përveshi mëngët dhe filloi punën. Uji ishte i ftohtë, enët të vështira, por ajo i lau me kujdes. Klara e vështronte me bisht të syrit, ende dyshuese. Darka ishte e heshtur. Fëmijët hëngrën shpejt duke hedhur her pas here vështrime kurioztare nga Amlia. Vetëm e vogla Isabel u afrua dhe preku fustanin e saj. Bukur, tha vajza. Amlia buzëqeshi për herë të parë atë ditë. Faleminderit, zemër. Vicente ja prezantoi një nga një fëmijët duke thënë emrat dhe moshat e tyre. Ishin shumë emra për t'u mbajtur mend, shumë karaktere për t'u kuptuar, por Amlia ishte e vendosur të përpiqej. Pas darkës, Vicente i tregoi dhomën që do të ishte e saja. Ishte e vogël, por kishte një shtrat të vërtet me 2 shek kashte, një dritare nga kushia i kallami i sheqerit dhe një komodinë e vjetër. E di që nuk është ajo që prisje nga jeta, tha ai, por këtu do të trajtohesh me respekt. Fëmijët do të mësohen, vetëm u duhet kohë. Amlia u ul në skajin e shtratit duke ndier peshën e ditës mbi supe. Faleminderit, tha, dhe zëri ju drodh. Faleminderit që më nxore nga ai vend. Atë natë, ajo fjeti e veshur duke dëgjuar hapat e lehtë të fëmijëve, zërin e Vicente që u thoshte natën e mirë dhe një të qartë të mbytur. Heshtja erdhi dhe me të një fije shprese. Ditët e para ishin të vështira. Amlia zgjoi para agimit, ndiste zjarin, përgatiste kafen, zgjonte fëmijët, krehte flokët, qepte kopsa, pastronte dyshemet dhe lante rroba në lum. Klara qëndronte e ftohtë, binjakët provonin kufit, Rosa rinte e heshtur. Por fitore të vogla nisën të shfaqeshin. Migueli u hap i pari, kur Amlia e ndihmoi të rregullonte një lodër. Isabel kërkonte përqafime natën dhe Amlia e përkumte me çaj të ëmbël. Klara i shihte të gjitha nga dera, pa folur. Vicente punonte gjithë ditën, por në mbrëmje dëgjonte dhe fliste për të shkuarën, për bashkëshorten e tij dhe për dhimbjen e humbjes. Amlia tha se nuk donte të zëvendësonte askënd, vetëm të ndihmonte dhe të respektonte kujtimin e nënës. Një pasdite, Klara ju afrua dhe i tregoi si paloseshin çarçafët në 3 palosje, ashtu siç bënte ema. Amlia kërkoi të mësonte dhe vajza buzëqeshi për herë të parë. Javët kaluan, shtëpia u mbush me bukë të freskët, rroba të pastra dhe zëra më të qetë. Disa nga më të vegjëlit nisën ta thërrisnin nën, por Amlia i korrigjonte me butësi, duke nderuar kujtimin e asaj që kishte qenë. Një ditë, Vicente solli lajmin se Elcio ishte fejuar me një grua tjetër. Amlia ndjeu një thumb, por edhe qetësi, sepse e dinte se kishte zgjedhur rrugën e duhur.
Paqja u prish kur një të diel, në portën e fermës, u shfaq Marta, motra e gruas së ndjer. Ajo erdhi me fytyrë të ashpër dhe fjalë që kërkonin sqarime për fëmijët dhe për kujtimin e motrës së saj. Vicente u vendos mes saj dhe Amlias. Sot. Marta tunte kokën. Jo, kjo duhet thënë tani, përpara të gjithëve. Kur Teresa vdiq, unë u ofrova të kujdesesha për këta fëmijë. Unë jam nga gjaku i tyre, jam motra e nënës së tyre. Por ti refuzove, dhe se do t'ja dilje vetëm. Ajo tregoi Amlian me përbuzje dhe tani sjell një të panjohur të plot për të rritur një prit e mi. Një grua që u refuzua në altar. Të gjithë në krahin e din turpin që ajo ka kaluar. Fjalët ranë sigur. Amlian ndjeu faqet t'i digjinin. Fëmijët e shikonin me hutim dhe ajo pa në fytyrat e tyre pyetjen e heshtur. Është e vërtetë. Vicente bëri një hap përpara, zëri i tij tani i fortë si qeli. Mjaft, Marta, nuk ke të drejtë të flasësh kështu. Por Marta nuk u ndal. Kam çdo të drejtë, jam familje. Dhe këta fëmijë meritojnë dikë të denjë për të zëvendësuar motrën time, jo dikë që askush tjetër nuk e deshi. Klara kërceu nga karroca, lotët i rridhnin në përfaqe. Mjaft, mos fol kështu. Vajza vrapoi te Amlia dhe u vendos përpara saj, duke e mbrojtur si një mburoj. Dona Amlia është e mirë me ne. Ajo kujdeset për ne. Na dëgjon, nuk do të zëvendësoj askën. Zëri i Klarës ishte i thyer, por kishte forcë. Ti kur nuk deshe të kujdeseshe për ne me të vërtet, hall Marta. Ti vetëm do të komandosh. Dona Amlia na trajton me dashuri. Binjakët zbritën gjithashtu nga karroca dhe u vendosën pranë motrës së tyre. Edhe Migueli, gjithmonë i heshtur, pohoi me kokë. Është e vërtet, ne e duam atë. Marta mbeti pa fjalë për një çast. Nuk priste që vetë fëmijët të ktheheshin kundër saj, por shpejt rimori maskën e zemërimit. Ju jeni shumë të vegjël për të kuptuar, por do të flas me priftin dhe me autoritetet. Një grua pa reputacion nuk duhet të rrisë fëmijë. Ajo u kthye nga Vicente. Mendo mirë se çfarë po bën. Kjo mund të sjellë pasoja të rënda. Dhe me këto fjalë u largua, duke lënë një heshtje të rëndë në ajër. Amlia po dridhej, jo nga frika, por nga zemërimi dhe dhimbja. Ajo ishte përpjekur kaq shumë të mos ishte barë, të mos sillte konflikt. Dhe tani kjo. Vicente ju afrua dhe i preku supin me kujdes. Mos dëgjo çfarë tha ajo. Marta ka qenë gjithmonë e hidhur, gjithmonë ka dashur të kontrollojë gjithçka. Por Amlia tundi kokën. Ajo ka të drejtë për një gjë. Unë u refuzova në altar. E mbaj këtë shenjë dhe ndoshta nuk duhet të jem këtu, duke ju sjell probleme ty dhe fëmijëve. Ishte Klara ajo që u përgjigj, duke e kapur fort krahun e Amlias. Mos e thuaj këtë. Ti i përket këtu. Ne kemi nevojë për ty. Fëmijët e tjerë u afruan, duke formuar një rreth saj. Edhe Rosa, e turpshmja, murmuriti një lutje që të mos largohej. Amlia i pa ato fytyra dhe ata sy lutës dhe zemra i u shtrëngua. Si mund t'i braktiste? Si mund t'i linte këta fëmijë që kishin filluar t'i besonin? Atë natë, pasi fëmijët fjetën, Vicente dhe Amlia folën për orë të tëra në kuzhinë. Ai tregoi për Martën, për rivalitetin e saj me motrën, për mllefin që kishte ndjer kur nuk u zgjodh të rrisë një prit. Ajo nuk i do fëmijët nga dashuria, shpjegoi ai. Ajo do të provoj diçka, të tregoj se është më e mirë se motra e saj. Amlia pshertiu. Po sikur ajo vërtet të flas me autoritetet. Po sikur të përpiqen të më largojnë nga këtu. Vicente i mbajti duart dhe në atë prekje kishte diçka më të thellë. Atëherë do të martohemi, tha thjesht. Nëse jemi të martuar, askush nuk mund të vërë në dyshim të drejtën tënde për të qenë këtu. Amlia u habi. Vicente, nuk ke pse ta bësh këtë nga detyrimi. Por ai tundi kokën. Nuk është detyrim. Këta muaj me ty më treguan diçka që nuk prisja ta ndjeja përsëri. Ti solle jetë kësaj shtëpie, gëzim dhe fëmijët të duan. Edhe unë kam filluar të ndjej diçka për ty është ndryshe nga ajo që kisha me Teresën, por është e vërtetë. Lotët i mbushën sytë e Amlias, lot gëzimi. Unë pranoj, pëshpëriti ajo. Pranoj të martohem me ty në atë kuzhinë të thjeshtë, dy zemra të plagosura nisën të shërohen. Dasma ishte e thjeshtë, në të njëjtën kishë ku Amlia ishte poshtëruar, por këtë herë ishte ndryshe.
7 fëmijët ishin aty, të veshur me rrobat më të mira, duke buzëqeshur. Klara mbante Isabelin në krah dhe djemt ishin rreshtuar në bang. Vicente mbante dorën e Amlias dhe kur prifti e pyeti nëse e pranonte si bashkëshorte, ai nuk hezitoi. E pranoi me gjithë zemër. Marta nuk erdhi, por mungesa e saj nuk bëri dallim. Ajo që kishte rëndësi ishte familja e zgjedhur. Pas ceremonisë pati një drekë të thjeshtë në fermë. Për herë të parë që nga dita e turpshme, Amlia u ndje e plodh. Muajt që pasuan ishin të mbushur me përgjegjësi dhe gëzim. Ajo u bë nën për 7 fëmijë. Gëzim në momentet e vogla, në mësimet, në rrëfimet, në përqafimet. Dhe pastaj ndodhi diçka e papritur. Një mëngjes Amlia u ndje e sëmur. Kur vizitoi mamin e fshatit, ajo i tha se priste një fëmijë. Ironia ishte e madhe. Ajo, e akuzuar se nuk mund të kishte fëmijë, tani mbante një jetë brenda vetes. Kur ja tha Vicentes, ai e përqafoi me lodh dhe buzëqeshje. Fëmijët u gëzuan dhe Klara preku barkun e saj me butësi. Të gjithë janë vëllezër të vërtet, tha Amlia. Por ajo ndjeu se duhej të vendoste drejtësi. Duhej të përballej me Elcion, jo për hakmarrje, por për të vërtetën. Të dielën shkuan në panajër. Amlia e pa Elcion me gruan e re dhe ju afrua me guxim. I tha se ishte shtatzën dhe se ai kishte gënjur, kishte shkatëruar reputacionin e saj me një shpifje. Mjeku e mohoi atë histori dhe komuniteti kuptoi të vërtetën. Gruaja e Elcios kërkoi falje. Vicente foli për jetën e ndershme që Amlia kishte ndërtuar. Njerëzit e pan me respekt dhe turpi u kthye në dinjitet. Në kthim për në shtëpi, ajo ishte e heshtur, por e qetë. E vërteta kishte dalë në dritë dhe familja e saj ishte e plodh. Ti ishe e mrekullueshme sot, tha ai me krenarin në zë. E përballove të kaluarën me kokën lart. Teresa do të ishte krenare për ty. Ishte hera e parë që Vicente e krahasonte Amlian me gruan e tij të ndjer. Dhe nuk ishte një krahasim zëvendësimi, por një njohje e vlerës. Amlia ndjeu zemrën t'i ngrohej. Fëmijët vrapuan jashtë shtëpisë sapo i pan duke u afruar, të paduruar për të ditur çfarë kishte ndodhur. Klara shkoi drejt e në thelb. Po çfarë tha ai? Amlia u gjunjëzua për të qenë në lartësinë e fëmijëve dhe u tregoi gjithçka. U tregoi si e kishte zbuluar gënjeshtrën, si kishin reaguar njerëzit dhe si e vërteta më në fund kishte dalë në dritë. Po tani? Pyeti Rosa me zë të ulët. Tani, tha Amlia duke vendosur dorën mbi bark, do të ecim përpara. Kemi një familje për të rritur dhe një foshnjë që po vjen. Binjakët brohoritën. Migueli buzëqeshi gjerë. Ana kërceu nga gëzimi. Toms dhe Isabel duartrokitën, edhe pse nuk e kuptonin plotësisht, por ishin të lumtur gjithsesi. Dhe Klara përqafoi Amlian për herë të parë që kur ishin një orë. Një përqafim i fortë, plot domethënie. Faleminderit, përshpëriti vajza. Që nuk u dorëzove nga ne. Muajt që pasuan ishin muaj përgatitjesh. Barku i Amlias u rrit dhe bashkë me të edhe entuziazmi i fëmijëve. Ata e preknin barkun gjatë gjithë kohës duke bërë pyetje për foshnjën. Do të jetë djalë apo vajzë? A do t'i ketë flokët e mi? A mund ta zgjedh unë emrin? Vicente ndërtoi një djep prej druri me ndihmën e Miguelit dhe Klara qepi rroba të vogla duke përdorur copa pëllure. Rosa bëri një lodër varse me yje prej letre me ngjyra. Edhe të vegjlit ndihmuan në mënyrën e tyre duke sjell lule nga fusha për të zbukuruar dhomën. Marta nuk u shfaq më. Amlia mori vesh nga fjalët në fshat se gruaja ishte shpërngulur në një krahim tjetër, e turpëruar nga mënyra si kishte vepruar. Amlia nuk ndjeu kënaqësi, vetëm lehtësim. Nuk donte armiq, donte paqe. Dhe më në fund, pas muajsh pritjeje, në një natë të nxehtë vere, dhimbjet filluan. Dona Eulia u thirr me nxitim dhe e gjithë shtëpia hyri në një gjendje shqetësimi të përmbajtur. Vicente i dërgoi fëmijët jashtë, por ata nuk pranuan të largoheshin shumë, qëndruan në verandë duke pritur me ankth. Lindja ishte e gjatë dhe e vështirë, por kur më në fund u dëgjua e qara e foshnjës, ishte sikur çdo tension u shkrin. Ishte një djalë i shëndetshëm, me mushkëri të forta. Dona Eulia e pastroi, e mbështolli me një copë të butë dhe ja vendosi në krah Amlias. Është i përsosur, përshpëriti ajo duke parë fytyrën e vogël të kuqe e të rrudhur. Vicente ishte pranë saj me lot që i rridhnin në faqe. Djali ynë, tha i mahnitur.
Fëmijët u lejuan të hynin dhe një nga një ju afruan për të parë vëllain e tyre të vogël. Klara e mbajti foshnjën me aq kujdes sa Amlia ndjeu zemrën t'i mbushej. Si do ta quajmë? Pyeti Vicente. Amlia mendoi për një çast dhe pastaj tha, Renato. Do ta quajmë Renato, sepse jeta jon u rinovua. Vitet kaluan si faqet e një libri të shkruar me dashuri. Renato u rrit i rrethuar nga dashuri, jo vetëm nga prindërit, por edhe nga 7 vëllezërit e motrat që e adhuronin. Ai ishte foshnja e familjes, i përkëdhelur nga të gjithë, por kur i llastuar. Vicente vazhdoi të punonte në plantacionet e kallamit dhe ferma lulëzoi. Amlia kujdesej për shtëpinë dhe për fëmijët me një përkushtim që vinte nga zemra, jo nga detyrimi. Klara u bë një grua e re, e bukur dhe e fortë. Ajo u martua në moshë të re me një djalë punëtor nga fshati Fqin dhe natën para martesës u ul me Amlian në verandë. Dua të falenderoj, tha ajo duke i mbajtur duar. Për gjithçka që erdhe kur më shumë kishim nevojë, që na deshe pa qenë e detyruar. Më mësove çfarë do të thotë të jesh nën e mirë dhe do t'i marr këto mësime në familjen time. Amlia e përqafoi me zemër plot krenari. Ti gjithmonë ke qenë e fortë, Klara. Unë vetëm të ndihmova ta shije këtë. Binjakët u bën tregtar. Rosa u bë mësuese. Migueli u bë fermer si ati. Ana u martua dhe pati fëmijë. Toms u bë marangos i Zoti. Isabel u rrit me një zemër të madhe për të tjerët. Amlia dhe Vicente u plakën së bashku me flokë të thinjur dhe rrudha që tregonin histori gëzimi dhe dhimbjeje. Shtëpia u zgjerua për të pritur nipërit. Një pasdite, shumë vite më vonë, Amlia pa një vajzë të re që afrohej te porta. Vajza i tregoi historinë e saj të refuzimit dhe dhimbjes. Amlia e ftoi të ulej pranë saj dhe i tha se vlera e një njeriu nuk përcaktohet nga ata që e refuzojnë, por nga ata që e pranojnë. Familja nuk është vetëm ajo ku lind, por ajo që zgjedh të qëndrojë me ty në perëndim të diellit. Kur gjithçka u qetësua, Amlia dhe Vicente qëndruan në verandë duke parë yjet. Ke ndonjë pendes? Pyeti ai. Asnjë, as për ditën kur u refuzova, sepse ajo ditë më solli te kjo jetë, tha ajo. Dhe kështu, në një qiell të mbushur me yje, Amlia kuptoi se fundet më të bukura shpesh fillojnë në ditët më të dhimbshme.